protein në çdo vaft. Mos keni frikë nga yndyrnat. Yndyra është për trurin, yndyra është për organet, për gjithë hormonet. Nga kolesteroli prodhohet progjesteroni, prodhohet testosteroni dhe më vonë estrogeni. Të gjitha këto vinë nga kolesteroli. Sot në MAM do kem doktoresh Marishtën, e cila ka një eksperiencë të gjatë jashtë Shqipërisë, studime të shumta, libra të realizuar, por ajo që e bën të veçantë doktoresh Marishtën është vënia e pacientit në qendër dhe parandalimi i sëmundjeve në mënyra të ndryshme, në mënyra sa i përket përdorimit të suplementeve dhe jo vetëm, të parit të ADN-s, të studiuarit të saj, dhe ajo merret përgjithsisht me fëmijët, me gratë, me alergjit, ADHD, me autizmin dhe është një prej doktoreshave që janë kyçe në klinikën Dinorios. Sot do të flasim për shumë çka. Flasim patjetër për suplementet, por do të flasim edhe se si mund të parandalojmë sëmundje të ndryshme, edhe për vaksinat, se jo. Doktoresh Marishta, faleminderit që je sot në MAM. Kënaqësia ime. Do të fillojmë nga eksperienca personale në fakt. Pse u përfshive në këtë rrugtim, pse e bëre tënde, në formën se si e bëre tënde në këtë lloj mjekësie. Sot jemi në Dinorios, në fakt në Tiranë, në klinikën Dinorios, por gjithsesi gjithçka ka nisur përpara dhe jo në Shqipëri, apo jo? Faktikisht, përpara 90-s kam marruar shkollën e mjekësisë në degën e obstetër ginekologjisë. Si shumë shqiptar në 1990-ën kemi ikur në Amerikë. Kur kam shkuar në Amerikë, atje kam marrë provimet për quhet United States Medical Licensing Exam, dhe njëkohësisht kam marruar dhe master në Epidemiology and Public Health. Okay. So, eksperienca ime, pothuajse 24 vjeçare, ka qenë në mjekësinë konvencionale. Që nga emergency rooms, ortopedia, internal medicine, dhe kam përfunduar pasaj në epidemiologji, si investiguese e të gjithë outbreaks që quhen shpërthime të sëmundjeve komunikuese, vdekjeve të papritura, bioterrorizëm. Kur kam hyrë në shtet në atë kohë, ka qenë pikërisht mbas September 11, shtator 11. 11 shtatorët. Në atë kohë, shteti publik i shëndetësisë të Amerikës nuk e kishte në nivel të lartë. Ishte koha tamam pikërisht që kërkonin doktor të kualifikuar, jo vetëm doktor, po doktor me PhD ose masters në epidemiology. Kuptoj. Sa atje ka filluar gjithë ky rrugtimi im, sepse atje kuptova që shëndeti i një popullsie nuk varet nga një vizitë e thjeshtë në doktori. Sepse atje kam punuar me shumë sëmundje komunikuese që flasin me sëmundje në masë. Për shembull, vinja në punë edhe të telefononte një nurse, një infermiere në shkollë, e të thotë që 30% e klasës është me të vjella dhe me bark. Okay. Në qoftë se këta fëmijë dërgoheshin për doktori, do t'i theshte ke një sëmundje virale dhe ktheshe në shtëpi. Po. Por në fakt? Në fakt, si epidemiologjiste, atje tani ishte puna më e rëndësishme sepse duhet të gjenje. Ishte bioterrorizëm. Gjë e parë duhet të eliminoheshe bioterrorizmin nëpër shkolla. E dyta duhet të gjenje kush ishte arsyeja e kësaj sëmundje që të preventoheshe në mënyrë të shpejtë të mundshme. Pra parandalimi. Parandalimi. Okay. Do me thënë, kjo në më vënte mua që në punën ku kam punuar, futesha edhe në klinikën mjekësore, po njëkohësisht epidemiologjinë, edhe gjitha këto së bashku të rritin si person që të kuptosh se si të rritet shëndeti në masë, jo shëndeti një personi, sepse ne jetojmë faktikisht, ne jetojmë në një komunitet. Kur kemi një njeri që është i pashëndetshëm,
që nga sëmundjet infektive. Fakti, për shembull mund të them për Helicobacter pylori, është shumë prevalent në Shqipëri. Si ndikon, letë me që se preke këtë. E kam kam bërë disa vite që në 2017 kur kam kaluar në mjekësi natyrale, kam parë që Helicobacter pylori është prevalent në Shqipëri dhe fundem të shikoj statistikat e Shqipërisë dhe jam habitur. Po. Shqipëria është e vetmja në Evropë në vendet njësoj me aziatikët në kancerin e stomakut. Okay. Kam bërë edhe blagun për këtë në 2017, po jam çuditur që ne kemi riskun e stomakut të kancerit, që një nga faktorët mund të jetë edhe vetë ky bakterie, që është njoftur si një karcinogen. Okay. Tani po hidhem ke mjekësia natyrale. Në Dinorius bëjmë shumë teste që janë në një nivel shkencor që nuk bëhen nga mjekësia konvencionale. Okay. Kemi arritur të shikojmë që Helicobacter pylori është present edhe në fëmijët. So këta fëmijë me një këtë bakteri që është karcinogene, kush është risku mbas 20 vjetësh i kancerit të stomakut? Do vjen rritje. So këtu arrim në mjekësia preventuese, si mund të preventojmë, domethënë, duke luftuar, si mund të parandalojmë, domethënë që të kuptohet, këtu kemi një parazit dhe këtu kemi dhe një kancer që na ul jetëgjatësinë. So kjo është preventiv me mjekësia preventive. Si e parandalojmë, po, si e parandalojmë është duke e parë, sepse në qoftë se nuk teston, në qoftë se nuk teston, si do dim neve që personat kanë Helicobacter pylori. Kjo është shumë e transmetueshme në familje, në qoftë se ka një person, duhet bëhet testi gjithë familja. Mirë, tashmë ju keni një kohë shumë të gjatë, në fakt ndërkombëtarisht, nuk keni qëndruar në Shqipëri, keni vazhdoni ende të jetoni jashtë dhe të punoni jashtë, të bëni studimet tuaja, por sfundmi keni ardhur në Dinorius. Në fakt ne mund flasim për shumë çka, për analizat që bëhen nga laboratorë shumë të mirë edhe në Shqipëri. Po çfarë ka ndryshe? Çfarë sillni ndryshe ju në, le të themi, në klinikën tuaj? Format se si realizoni ju analizat për të sjellë pra këtë mjekësim parandaluese dhe më pas kurimin nga fillimi deri në fund të gjithçka, jo për të hapur probleme më pas pasi keni kuruar diçka. Unë jam njoftur me Dinorius nga Anglia, sepse suplementet që janë për professionals, që njerëzit duhet ta dinë, sepse jo çdo suplement bën efekt, që përdoren në Angli dhe në Irlandë, sepse atje jam trajnuar dhe atje kam praktikuar faktikisht në fillim, në fazat e para mjekësin të alternative. Kur kontaktoj dhe më thonë që prezantuesit tanë janë në Tiranë dhe unë isha shumë e kënaqur, sepse Shqipëria nuk është në European Union dhe është e vështirë të sjellësh suplementa, do marrë kohë, në një kohë që ti trajton një klient dhe ti do që të filloj klienti sa më parë me suplementet, shikohet efekti. A ka pasur raste që nëpërmjet mjekësisë tradicionale nuk kanë gjetur zgjidhje, por nëpërmjet kësaj mjekësie ka arritur që të ketë një zgjidhje pacienti? Tani do të tregoj historinë time, sepse historia time dhe familjes time më bëri që të hap rrugë jo të mos besoj në mjekësinë konvencionale, sepse është shkencë, unë kam studiuar edhe në Shqipëri, kam studiuar edhe në Amerikë. Por përdorimi me afate të gjata i ilaçeve mjekimeve kanë gjithmonë efekte anësore. Edhe një nga arsyet që më bëri mua që të komplet të mos besoj në mjekësinë konvencionale është rasti i nënës time. Ajo ishte një gjendje fatale që ndodhi disa herë nga mjekësia e Amerikës që më bëri të mjekësinë konvencionale të shikoj ku janë pikat e dobta që të tjerët nuk ndofta e kuptojnë. Për shembull, një person vdiq dhe nuk kuptojnë se pse vdiq. Nëna ime ishte futur në një ilaç që ulte imunitetin e trupit për arsye të një sindrome që quhet autoimune. Në autoimunitet është për shembull romatizma, mund të kap mëlçinë, kap tiroiden si Hashimoton, multiple sclerosis, psoriasis. Dhe kur këto janë shumë të advancuara, doktori fut personat në një ilaçe që të ul imunitetin.
por ndonjëherë në një kohë shumë të gjatë e uljes së imunitetit, që unë nuk e besonja këtë gjë, i shkaktovi nënës time që mbas 5 vjetësh, në një formë të përsosur, me një dietë të përsosur, ajo të ketë një kancer që ishte nuk dieshe se ku ishte primarja, stage 4, do me thënë grada e 4, që habiti dhe doktorin që si ka mundësi. Kjo më detyrovi të studioj. Sepse kanceri ka një arsye, nuk del kot. Mamaja time ka që vite me këti ilaç, kjo është në remission gjithë thotë që nuk ka simptoma tani, mund t'i hiqet, po pa tjetër thaj se kjo s'ka simptoma. Kur hoq ilaçi, ajo kishte vetëm një limf node 3 cm, brenda nuk dieshe ku ishte në mushkëri, por nuk bësh atë do të biopsi. Mbas 6 muaj që hiqet ilaçi, kjo degradon dhe bëhet 2.5 cm. Ajo jetonte me atë stage 4 cancer, do me thënë me kancer të statin e 4, në një harmoni dhe me një energji që, do me thënë, doktorët theshin kjo është një mrekulli. Kjo nuk ishte një mrekulli, kjo është një mrekulli se ne hoqëm ilaçin. Duke hoqëm ilaçin, trupi mori imunitetin, sepse ajo kishte autoimunitet përpara se të fillonte ilaçin, se kishte imunitetin shumë të fortë. Dua të them, ajo jetovi në harmoni me kancerin dhe vdiq nga infeksionet, dëgjoni, infeksionet urinare me rezistencë të antibiotikëve. Asnjë antibiotik nuk i bënte sepse shkonte nëpër spitale dhe gjithmonë i bënin antibiotik. Dhe unë kam punu vetë në shëndetësi, kam punu vetë në shëndetësi që këtë problemi ton kryesor që kishim me spitalet ishte rezistenca ndaj antibiotikëve. Dhe me thënë të kishe frikë të hynja nëpër spitale. Dhe dua të qëndroj pak te pjesa e suplementëve, sepse tashmë kemi shumë njerëz që e kanë kuptuar që suplementet bëjnë punë, absolutisht. Por janë disa suplementë të cilat ato i lexojnë nëpër rrjetet sociale apo nëpër Google, dhe thonë janë disa bazike siç është magnezium, omega 3 apo vitamina D. Apo përmend këto që janë më të shpeshta që tashmë po i përdorin të gjithë, por sa duan që t'i përdorin, në të njëjtën kohë i duket absurditet kur futen, le të themi, në një rutinë të plot suplementësh, pra të diktuar nga një mjek i posaçëm për suplementet. Sa e vështirë është kjo ta ndani këtë gjë që pacienti mos të shkojë thjesht në një farmaci apo supermarket, se jashtë janë suplementet edhe në supermarket, të zgjedhje çfarë mendon, pa marrë parasysh se çfarë efektesh do t'i japi pas dhe a do i rezultoj mirë kjo gjë. Sa e vështirë është për t'ia thënë pacientit që në fakt nuk duhet eci në këtë lloj forme, por duhet të ndjekë një protokoll. Absolutisht duhet të ndjekim një protokoll. Për shembull, vitamina D3, po flasim me vitaminën D3, unë shikoj shumë klientë që vinë ke unë me 3-4 suplemente apo 5. Energjinë e kanë, qofse shkojmë nga energjia 0 deri në 10 është më e larta. Energjia është 3-4. Ky po merr suplemente faktikisht, po asnjë gjë. Si po ndikon? Si po ndikon? Sepse shumë suplemente që janë në marketin janë me doza shumë të vogla. Për shembull, vitamina B 1 mg, 2 mg është asnjë gjë. Nuk ndikon fare. Një person për shembull që është i shëndetshëm mund ta marrë, për një person që ka probleme, pa kaluar në doza më të larta profesionale, nuk ka për të arritur klinike dhe domethënë biokimike duke parë analizat ndryshimet. Është e pamundur. Ti më ke parë mua të gjithë historikun, qoftë përpara që në adoleshencë, të kam treguar gjithçka të shëndetit tim, duke vijuar më pas me shtatzanin e humbur, me tentativat për shtatzani, me arritjen e atarës edhe në vazhdimsi për të pasur një shtatzani. Dhe në fund fare përfundova me një grup suplementësh, le të themi afërsisht 12-13 suplement. Dhe kur i shikojnë ndjekësit e mi, thonë seriozisht i merr këto të 13-at.
nuk duen për çfarë ke nevojë ti për këto, ndërkohë që ke një ushqyerje të mirë, ndjek një regjim të mirë ushqimor apo edhe stërvitesh, ç'të duhen ty këto? Në fakt janë domosdoshme apo jo, doktoresh? Janë shumë të domosdoshme. Para se të filloj në suplementet, do t'rregoj se kur bëj këto testet, në fillim testoj veten time. E bëra një provë. Thash, do shkoj në bazë të rekomandimeve. 2 deri në 3 ditë në javë do ha salmon dhe marluc, këto të dyja pëlqej, dhe sardinet. Se kanë mërkurin e ullët. Edhe thash domat, bëjmë ca teste, këto teste do janë dhe në Dinorios tani. Domat, do të mat, ato që quhen yndyra esenciale. Pse quhen esenciale? Janë esenciale për jetën, për jetë gjatësinë. Dhe mbasi kam bërë këtë testin, unë jam, por i thonë jam tmerruar. Tani tash me dim që omega 3, omega 3. Ka 2 lloj formash, një që është EPA, edhe tjetra është DHA. Okej. DHA-ja është e rëndësishme për sytë dhe për trurin. Ajo ishte 0. Çatu? 0. Atje thash, bile DHA-ja në studimet thotë që edhe kanceri shpartallohet nga kur është DHA-ja e lartë. Është një tjetër saturated fat, do më thënë vjen nga yndyrat e saturuara. Studimet kanë thënë, jo studimet, janë rekomandimet, që në 1970-ën, ndryshun rekomandimet, mos hani yndyra, mos hani mish. Edhe çfarë bëri kjo, gjithë kaluan, do më thënë, që t'i qet mishi, t'i qet mishi, t'i qen vezët, se veza ka kolesterol. Ti qenë djathrat, edhe doli dhe këto, pa kolesterol, qumshi pa yndyr. Mirë po, trupi ka nevojë energji dhe energjia. Nga këto vjen, dhe hanë energjia vjen nga 3 makronutrient. Janë karbohidratet, janë yndyrat dhe proteinat. Tani ti në qoftë se heq yndyrat, do të rritësh proteinat, ose do të rritësh më shumë karbohidratet. Duke parë këtë analizën që thash, ne në tregoj një sekret. Një yndyrë që është saturated quhet C15. C15 shkakton atë që quhet cell fragility syndrome, plakjen e trupit. Ajo rrit 80% fuqinë e qelizës të çdo qelize në trup. Rrezon 50% atë që quhet oxidative stress. Oxidative stress është një lloj sikur të oksidohet një ekur. Më kupton? E njëjta gjë ndodh në trup. Ku gjendet kjo? Kjo gjendet në pjesa yndyrore e bulmetit. Kremi i qumshit, gjalpa, djatha, disa kërpudha edhe ca peshq me yndyrë. Që duen konsumuar. Duen konsumuar, sidomos fëmijët. Po, balanca e proteinës, karbohidrateve edhe le të themi mishit yndyrnave shumë e domosdoshme. Po kur arrin në balancë, unë nuk jam me rekomandimet, sepse rekomandimet dhe shumë doktor nutricionist nuk janë dakord me rekomandimet që kanë ardhur që nga 1970 dhe shpresoj të ndryshojnë një ditë, që do të thotë nga 3 makronutrient. Rekomandimet kanë qenë 20% protein, yndyra do të jenë shumë pak, do të thënë nëse janë ke 40 ose edhe 30, sa i bie që të jetë mbi 50-60% karbohidrate. Kjo është një skandalitet. Mendoj që ka ndryshuar. Këto vitet e fundit kanë filluar të ndryshojnë. Se do të thënë, dua të jap një mësim. Protein në çdo vaft. Mos keni frikë nga yndyrnat. Yndyra është për trurin. Yndyrra është për organet, për gjithë hormonet. Nga kolesteroli prodhohet progjesteroni, prodhohet testosteroni dhe më vonë estrogeni. Të gjitha këto vinë nga kolesteroli. Unë dua të pyes edhe për atë që trendin e viteve të fundit që sa i përket Ozempikut, Manxharës së fundit, dhe meqense besoj që ti e hasur shumë shpesh, edhe si gjenetiste njëkohësisht, edhe duke e parë në tërësi edhe trupin e gruas, shpeshherë këshillohet që të bie në peshë përpara se të nisë le të themi një konceptim të suksesshëm, sepse pesha e lartë mund të ndikojë edhe në një mos konceptim të suksesshëm. Kështu që si mendon, si e
e sheti të përfshirë, le themi, Ozempikun në një rutinë të një gruaje e cila po tenton një shtatzani? Apo një çifti, burri, gruaja, se normalisht janë bashk për të sjellë bebin në një. Të kam nevojë për mendimin tënd në këtë pikë. Ozempiku ju bën atë që klientëve t'ju heqë oreksin. Po. Duke hequr oreksin, personi filloi të hajë më pak. Në një kohë që truri është komplet varet nga energjia. Në qoftë se mëlçia, muskujt kanë atë rezervën energjike të tyre, truri kur nuk e ka këtë energji, dhe në qoftë se një person nuk do të hajë, do filloj, domethënë, kush do fitoj ajo që quhet hunger, do fitoj, domethënë, uria. Do ta bëj këtë person, megjithëse do ri disa kohë pa ngrënë, truri do fitoj sepse trupi dhe truri punon në mënyrë perfekte si një emergency room. Kush është emergency? Dhe gjithmonë emergency fiton truri. Gjendja emocionale gjithmonë do fitoj dhe gjërat e tjera që i thonë do t'i vjedhin, do vjedhin magneziumin, do vjedhin vitaminat B, se do prodhojmë neurotransmitters. Trupi është punon brenda si një makinë perfekte. Super perfekte. Dhe me Ozempikun, këta persona do humbi në peshë sepse nuk e kanë atë që të hanë një ushqim me proteina dhe me yndyrë. Po mund t'i hash njëkohësisht. Mund t'i hash. Po në qoftë se kjo të qoreksi fillojnë të hanë më pak. Nuk është se këta persona hanë më shumë. Ulin porcionet. Këta ulin porcionet shumë. Dhe çfarë ndodh? Pa pasur një dietë të caktuar. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe në qoftë se këta persona, po ti shikosh Ozempik fytyra, është një fytyrë që quhet sagi e ulët. Nuk u ka as yndyrë, nuk u ka as muskuj. Sepse po kalojmë tani ke insulina. Ata që kanë insulin të rritur. Në qoftë se nuk ulet insulina, edhe mund të ulet me një dietë, me proteina dhe me yndyrë, duke ulur karbohidratet. Kjo është, si themi, baza në qoftë se një person do që të ulë në peshë. Të krijohet një rutinë e një diete të shëndetshme. Unë nuk do ta rekomandoj një Ozempikun. Në Amerikë tani është një kompani që ka prodhuar probiotics, që kanë të njëjtin efekt. Që do thot? Të njëjtin efekt si Ozempiku, që do të thot fillon dhe që me zorën, punon me glukagonin në mënyrë që i thot trurit në mënyrë që të ulet, të filloj metabolizmi të rritet. 12 suplement, janë shumë? Ja. Kush është maksimale që ka dhënë deri tani? Varet siç është personi. Për shembull, mund të them një multivitamin është shumë e rëndësishme, sepse një multivitamin ka vitaminat B, që na duhet për atë që quhet methylimi. Po. Që mund të flasim edhe më vonë, sepse shumica, po mund të them që afër 100% të gjithë mostrave që kanë ardhur nga shqiptarët kanë një xhin që quhet MTHFR. Po. Dhe në fakt, nëse do të qëndrojmë te MTHFR, unë këtë kam diktuar në trupin tim pas humbjes së parë, kur kam bërë humbjen e parë. Dhe duke qenë se ishte e para dhe ne po tentonim dhe në krye të 6 muajve ne arritëm të kishim një shtatzani dhe më pas sigurisht që rezultoi një të shtim, unë doja të bëja çdo analizë të mundshme edhe pse doktoresha ime aso kohë ta nuk është nevojshme sepse një humbje e parë nuk është asnjë gjë, ndodh shpesh, nuk ka ndonjë pse duhet të nisim të bëjmë analiza të thellësishme për këtë. Por duke pasur atë merakun dhe frikën, tash unë dua të bëj të gjitha. Dhe në analiza që u dërgua në Turqi, mua më doli ky mutacion, i cili ka lidhje të drejtë për drejtë dhe me folatin, pra. Kështu që le të flasim pak për këtë pjesë, se sa e prezente e kemi ne në vendin tonë, dhe analizat që duhet bërë për këtë gjë, a duhet ta bëjmë, a duhet ta shohim, a duhet ta diktojmë përpara nëse e kemi në trup këtë mutacion apo jo. Është shumë i rëndësishëm ky mutacion, edhe mund të them që në 99% të shqiptarëve janë 2 që njihen nga kjo MTHFR-ja. Disa mund të kenë një formë, disa mund të kenë një formë tjetër, disa i kanë të dyja, varet se si i kanë. Patjetër që duhet ta bëjë çdo njeri. Kjo ka lidhje me folatet.
Dhe kur rinë folatet në këtë ciklin biokimik, folatet B12, po flasim edhe vitaminat e tjera, B6, B2, këto janë të lidhura me një tjetër protein që quhet homocystein. Po. Homocysteina është një protein që nuk bëhet nga mjekësia konvencionale. Është shumë e rëndësishme në gjitha vajzat që duan që të bëhen të kenë shtatzani të suksesshme. Po njëkohësisht këtë test duhet ta bëjnë që të gjithë. Sepse homocysteina, një homocysteine jo në nivele të laboratorit, por në nivele ideale, 7 deri në 8. Kjo homocysteine lartë rrit riskun e zemrave, probleme kardiake ose ishemit të trurit. Okay. Pra në shkon në të tjera... Në shkon në të tjera, domethënë nuk është vetëm për shtatzaninë, po është edhe me sëmundjet kardiake ose të trurit. Në vazhdimsinë e jetës njëkohësisht. Por çfarë ndodh nëse ti e ke këtë mutacion dhe mbetesh shtatzan, edhe nuk e dikton? Çfarë ndodh le të themi që të çon në humbje? Për t'ia shpjeguar më thjesht njerëzve për ta kuptuar. Po doktorët në përgjithësi japin atë acidin folik. Po. Edhe acidi folik jepet me këtë mënyrë që të mos ndodhi një dështim, më kupton? Po. Pa ditur se duke dhënë acid folik, personi ka këtë mutacion dhe nuk arrin dot që acidi folik është artificial. Në qoftë se personi daj për shembull jeshile që janë folatet. Po. Dhe prapë ka këtë mutacion, nuk arrin që në këtë proces biokimik, kjo të kthehet në procese të tjera biokimike. Në qoftë se ne kemi gjithë MTHFR-in, acidi folik nuk punon. Nuk funksionon. Sa duhet të jep në formën methylfolate. Do të jepet në një formë tjetër. Dhe shpesh flasim për këtë mjekësinë e cila thonë që është një mafje e madhe, thonë që duan të hapin probleme për të sjellë problem, do të zgjidhin një problem për të hapur një problem tjetër më pas, asnjëherë se shkojnë deri në fund për ta zgjidhur plotësisht problemin me shëndetin. Do të them rastin tim, se ma the tamam tani. Para 11 vjetësh rritet kolesteroli. Kur një person, një grua shkon në një menopazë, ndodhin ndryshime estrogenike, dhe këto nuk ne ka mësuar mjekësia konvencionale. Ndryshimet hormonale, fillojnë ndryshimet hormonale, fillojnë ndryshimet e neurotransmitterëve në tru, njëkohësisht rritet kolesteroli. Edhe shumë, po flas për femrat. Kalojnë në menopazë, e kanë kolesterolin shumë mirë, kalojnë direkt me kolesterol të lartë dhe çuditën. Tani shkon ke doktori, do t'japi një ilaç kolesteroli. Jep ilaçin e kolesterolit, dhe ilaçet e kolesterolit pastaj do t'japin efektet e tjera anësore. Kështu që, domethënë, ti mbaron me një ilaç, por që mbaron me këto, pastaj ulet magneziumi, fillojnë të tjera, ti merr nga një ilaç, kalon në një ilaç tjetër, dhe kalon i dyti dhe i treti dhe me radhë. Po këto janë efektet e ilaçit të parë. Ne folim pak më përpara për Ozempikun, për probiotikun i cili e zëvendëson, cili ka dalë së fundmi, por aman flasim për nënat cilat mund të jenë në pritje, mund të jenë shtatzën, dhe të dinë se sa e rëndësishme është mbarvajtja e zorëve të tyre për të pasur një shtatzani suksesshme dhe jo vetëm, edhe vazhdimsi të suksesshme. Sa e rëndësishme është të kujdesen për zorët e tyre. Për të arritur një shtatzani që të jetë e shëndetshme, trupi duhet parë në çdo gjë në përgjithësi, në tërësi. Fillohet që të ketë komplet, vitamina duhet të jenë në një nivel që quhet optimal. Inflamacioni është shumë i rëndësishëm. Sepse unë do kaloj tani për shembull në karbohidratet. Ne kemi vajza të reja që dieta është më shumë në karbohidrate se sa në proteina apo yndyrra. So fillon që me dietën. Kjo sjell një zorë të inflamuar. Inflamacion, çdo gjë, zorët, inflamacion çdo gjë në trup. Kështu që çdo gjë fillon që me dietën. Dhe unë jam për një dietë me një yndyra të larta. Karbohidrate të ulta, proteinë normale. Që do të thotë 20% proteinë, yndyrna të shëndetshme, të jetë shumica, dhe karbohidratet të jenë në 9-30%. Karbohidratet të jenë në 9-30%. Që do të thotë, për shembull, mëngjesi si duhet filluar? Mëngjesi duhet filluar si në bazë të ajo që quhet ritmi cirkadial. Circadian rhythm.
Sepse që në mëngjes kur ngrihemi, kortizoli është i lartë që na mban, na ngre. Kortizoli njëkohësisht ngre dhe sheqerin dhe shumë veta kur matin sheqerin mëngjes, sidomos ato që janë diabetik, ka nivel të lartë. So, mëngjesi duhet gjithmonë të jetë me proteina. Pra me vezën. Me vezën, një avokado, do me thënë yndyrat dhe proteinat, mëngjesi dhe dreka. Dhe karbohidratet në sasi të vogël do të lihen nga mazitja dhe në darkë. Edhe kjo që ka një tjetër normalisht e ndryshme sepse kemi dëgjuar shpeshherë që thonë që karbohidratet lëri për në drekë, asnjë gjë mos konsumo që ka lidhje me karbohidratet në darkë. Do të ndjekim atë circadian rhythm, në mënyrë që të kemi, sepse në qoftë se karbohidratet, se unë shikoj shumë veta, kanë një mëngjes me bukë. Po. Nuk e sugjeron për shembull një fet bukë me vezë? Po do të jetë proteina 20 gram, so veza ka 11 gram. E kuptoj. 8 gram, pra duhet të ketë një shtesë. Sidomos do kesh vezën, do futim yndyrat. Mund të futim për shembull një prosciutto që të rritim proteinën. Po, e vërtet, po. Edhe fokusimi në punë dhe në përshkolla do të jetë shumë i lartë. Në qoftë se do kemi proteinë dhe yndyra. Se t'i lëm sheqerat për të vjetur në darkë që të na futin më shumë në gjumë. Dua t'i kthehem pak vaksinave të fëmijëve. Besoj ti e përballësh shpeshherë me studime, me ballafaqime, me njerëz të cilët thonë gjëra që një studim thotë gjë tjetër, një studim tjetër gjë hidhen poshtë, edhe ka shumë debat kjo temë sa i përket vaksinave. Ç'mendim ndani ju, doktoresh, në këtë pikë? Për vaksina, se ti më përmende pak më përpara për pylorin që është le të themi transmetuese, por edhe në një shoqëri kur le të themi një ambient kur kemi shumë të diagnostikuar me pylori, do të shtohen, por ngesa e vaksinave çfarë bën në këtë rast? Tani më ke kapur mat, e di pse? Sepse specializimi në Amerikë, një nga ato ishte edhe vaksinimi. Se unë jam marrë me vaksinimi, se kam qenë në conventional medicine. Një vaksin që është shumë e suksesshme, dhe po e them, është vaksina e hepatitit B. Dhe kur i kam parë statistikat, shumë kohë përpara, Shqipëria është në një nga vendet me një statistikë të lartë të hepatitit B. Tani ta shpjegoj hepatitin B se kam punu në këtë program në Amerikë. Okay. Pse me këtë vaksinë të hepatitit B është një vaksinë që nuk ka të bëjë me vaksinat e tjera virale, si për shembull measles, mumps dhe rubella. Po. Është tjetër vaksinë. Unë hepatitin B vaksinë e rekomandoj dhe jepet direkt mas lindjes, sepse është një test që bëhet ke nënat dhe ne jemi prevalent të hepatitit B. Okay. Këtë temë e di shumë mirë sepse jam marrë në Amerikë me këtë temë. Hepatiti B për shembull kalon ke fëmia, në qoftë se merr vaksinën direkt mbas lindjes, fëmia ka 99% edhe më shumë çanse nuk kalon hepatiti B nga nëna ke fëmia. Po, normalisht. Dhe fëmia ka autoimun trupat dhe nuk është mbartës i hepatitit B. Okay. Tani, në qoftë të më të flasim për hepatitin B, në qoftë se personi nuk ka marrë për shembull, ka lindur nga një nën me hepatit B, dhe nuk e ka marrë vaksinën? S'ka marrë vaksinën, ka 20% çanse që personi do bëhet chronic carrier, që do thot e ka hepatitin B. Jeton me të, po. Dhe 80% pas 6 muajsh, trupi vet me fati fëmijës e kalon virusin dhe bëhet imun për life. Vaksinat e tjera për shembull measles, mumps, rubella. Këto vaksina janë të lidhura me shumë probleme, jo me autizmin. Po. Sepse dhe vaksinat kanë forma të ndryshme. Për shumë personat që kanë këtë probleme autizmi, vaksina e measles, mumps, rubella dihet nga studimet duhet jepet zakonisht kur fëmia është 1 vjeç. Po. Unë them që kjo në disa fëmijë duhet të vonohet, të shtyhet. Kjo vaksinë është një vaksinë ndryshe nga vaksina e hepatitit B. Kjo vaksinë unë them duhet e sugjerojmë të shtyhet. Ja. Por vetëm në rastet kur ne diktojmë që ka një gjë që nuk shkon, apo gjithmonë. Por është shumë e vështirë të diktosh kur fëmia është 1 vjeç. Kjo është problem. Pra më mirë të shtyhet nga të gjithë. Sepse këto vaksina përpara kanë pasur mërkuri. Tani nuk e kanë. Tani nuk e kanë, po prapë, domethënë janë vaksina që janë aktive, jo, virusi nuk është i vdekur, është domethënë prapë mund të japi probleme në imunitetin.
Kështu edhe një fëmijë që është autistik, që imuniteti nuk e ka në nivelin të lartë, mund të sjellë probleme. Post-Covidi, ka sjell probleme të shumë njerëz. Ndoshta i Covidi i gjatë që flasin shpesh, rikthimi i Covidit, vaksina e Covidit, diskutimet shumëta për këtë vaksinë. Duke parë studimet dhe gjitha çfarë ndodhi nga Covidi ishte që Covidi zinte mosha mbi 50 vjet. Në një sistem që ne duhet të varemi është nëpërmjet bakterieve në gojë. Kjo është shumë interesante. Që do të thotë, kur am ushqimet për shembull që janë me nitrate, që është për shembull spinaçi, panxari ose selinoja. Këto janë më të lartat në nitrate. Në nitrate. Këto i marrim nitratet, këto nga një bakterie në gojë, përpunohen, shkojnë në stomak, krijojnë nitrite, nga nitrite në sisteme me radhë prodhohet nitrik okside dhe relaksojnë enë të gjakut. Të njëjtën gjë, në qoftë se ky sistem nuk funksionon mbas moshës 50 vjeç, personat kanë tension të lartë. Tani si bëhet lidhja me Covidin, sepse personat që kishin probleme me tensionin e lartë, ata ishin personat që kishin probleme edhe vdekje prurse nga Covidi, sepse ky nitrik oksidi është, domethënë, i relakson enë të gjakut dhe është antiinflamator. Pra ata që kanë pasur mund Tani, shumë. dua të them një gjë tjetër, meqense ne mbas moshës 50 vjeç, nuk varemi nga sistemi i parë i brendshëm që është në trup, ne varemi nga bakteriet e gojës. Dhe shumica shkojmë në farmaci, duam që t'i mbajmë gojën e pastër dhe përdorim shumë lëngje që të dezinfektojmë gojën. Si puna Liserinës për shembull, po. Listerina nuk duhet përdorur në asnjë mënyrë, sepse godet ato që janë bakterie, godet gjithë bakteriet dhe bakteriet e mira. Pikërisht janë këto bakteriet e mira, që kur marrim ushqimet me nitrate, këto fillojnë në procesin që shkojnë dhe në stomak e tjera, fillon procesi komplet dhe krijon nitrik okside. Kur trupi nuk ka nitrik okside, personi fillon rritje tensionit të gjakut, ngushtohen enë të gjakut. Interesante. Gjitha këto domethënë më bëri që të bënja librin e parë, se si punon trupi, njëkohësisht kam futur në librin që kam bërë edhe gjenetikën, pse personat me këtë MTHFR-n e kanë, domethënë janë të lidhura edhe nitrik oksidin e kam në tullët, e se si punojnë suplementet e dieta që të mbahet trupi, domethënë edhe mbas moshës 50 vjet të kemi, sepse mbas moshës 50 vjeç kemi personat me tension të lartë. Po, atëherë fillon dhe kur ti ke pasur gjithë jetën tensionin e ulët, sidomos me gratë fillojnë në menopaz, fillon direkt reflekton direkt në tension. Në kjo. Domethënë gjitha këto janë duhet mbajtur ajo që thuhet oral bioma e gojës. Listerina dhe gjithë këto lëngje që përdoren në farmaci, kategorisht nuk duhen përdorur, sepse vret bakteriet e mira në gojë. Pa këto bakterie në gojë, nuk prodhojmë nitrik okside. Edhe në sportistët të shprovuar, i rritet tensioni kur fillojnë në aktivitet të madh fizik. Interesante. Gjithë libri është dhe flet për gjithë... Libri flet, do më të flas dhe për gjenetikën, kam bërë historinë e viruseve, sepse kam edhe eksperiencën time në epidemiologji. Figurat dhe grafikët janë gjithë timët në këtë libër, se jam dhe epidemiologjiste. Do më thënë kam bërë një lidhje, pse personat që kanë risk të lartë të vdekje nga Covidi. Nga Covidi. Dhe më përmende në lidhje me këtë edhe menopauzën. Kemi probleme shumë, sigurisht gratë fillojnë problemet post-menopauze, por gjithashtu kemi vajzat të reja që kalojnë një menopauzë të hershme, të ndoshta pa shpjegueshme, ndoshta se kanë pasur as gjenetikën në të njëjtën kohë, se shpeshherë ja hedhim fajin gjenetikës që si shka qenë mami do jesh edhe ti, po ndërkohë se ka pasur në familje një gjë të tillë. Por kemi një menopauzë të hershme, dhe si e zgjidhim në këtë gjë dhe parandalohet apo jo kjo menopauzë? Shumë veta bien kur kanë një menopauzë të hershme, unë veten time nuk e kam lënë, e njëkohësisht edhe klientët e mi, edhe që kanë një menopauzë të hershme, të mos kenë frikë.
Sepse një menopazë e hershme të le pa gjumë, të bën që kur s'ke dhe gjumësi, nuk e fuqi, nuk funksionon, nuk i punon, nuk janë të fokusuar. So, gjitha këto probleme janë të zgjidhshme. Duke i dhënë trupit ato suplemente, ose që ne, do më thëmë vetë natyra, po ose ka ardhur për disa arsye, ne arrimi që të mbajmë trupin gjithmonë në një nivel të funksionojmë normal në çdo moshë. 50, 60, 70, 80, unë kam klientë në Irlandë që janë 80 vjeçare dhe janë më të fuqishme se 20 vjeçare. Të vjojnë jetën, pra, mos ta kanë ndalu ilaçet, e kemi provuar me suplemente. Sepse aty kanë praktikuar, aty kanë filluar mjekësi natyrale. Mirë, sa i përket stresit, ndikimi i tij në jetën tonë, në atë që ne folëm deri tani, në shtatzani njëkohësisht, menopauzë, dhe formën se si mund ta menaxhojmë atë. Stresi faktikisht them që e mbaron sistemin. Në qoftë se personi nuk di të menaxhojë stresin. Sepse kur rritet hormoni i stresit që është kortizoli, shkakton atë që quhet progesteron still. Nuk është mësuar në mjekësinë konvencionale. Kjo është mjekësi natyrale. Që do thotë, trupi punon si një makinë super perfekte. Punon si një emergency. Për shembull, një person ka stres, atëherë gjitha hormonet të shkojnë dhe do punojnë ku është kortizoli. Kortizoli të ngurmullohet, të rritë hormonet e tjera që t'jap energji dhe haron hormonet e tjera seksuale, sepse kjo është emergency. Dhe prandaj persona nëse kanë stres, ka një stres kronik, pastaj fillon menopaza, sepse trupi nuk arrin dot, pastaj është i lodhur, ka mbaruar si thonë që të prodhojë hormonet. Së kështu, domethënë stresi, një stres kronik mund të shkaktojë një menopazë të hershme. Fasting. Dëgjojmë të përmendur shumë këto kohë. Fasting. Le të flasim pak për të, sa i rëndësishëm është për të bërë apo jo? Fasting është një nga topics, më do them, që unë gjithmonë e kam me klientët e mi, e përforcoj e sugjeroj dhe ka disa lloje fasting. So kemi të bëjmë me fasting që është i përditshëm, dhe duhet jetë i përditshëm 14 orë në femrat, 16 orë në burrat. Që do të thotë? Nis ushimin në ora 7 të mëngjesit? Në qoftë se mbaron në ora 7 e darkës, të nesmen ka përfillu në ora 9. Tani do t'ju jap një sekret se si nuk e brekim, nuk e thyejmë fastin. Ka persona që pëlqejnë kafen, ose çajin. Çdo gjë që nuk u ka sheqer, kafja ose çaji, mund të merret, për shembull personi ngri në ora 7 të darkës, mund ta marri kafe në ora 7, ose çajin, do t'i hedhi ajo që quhet vaj i kokosit. Vaj i kokosit ka një ndryshim nga vajrat e tjera, që shkon drejt në trup për energji. Faktikisht këtë e kam mësuar edhe në Irlandë në vitin 2016, kur po fillonja dhe po studionja mjekësinë këtë alternative. Në të njëjtën kohë, fillojshe po shiteshe vaj i kokosit domethënë edhe në për dyqane, edhe në për goxhave ta më thanë që në për puna po promovohet kjo vaj i kokosit. Domethënë kjo nuk është e tanishme. Është prej vitesh. Dhe përdorimi i vajit kokosit, përdorimi i vajit ullirit dhe gjalpit. Këto janë 3 elemente të rëndësishme. 3 elemente që unë rekomandoj, dhe që unë rekomandoj që rekomandohen, është vaj ullirit, se ka polifenolet. Gjalpi nuk u ka, mund të themi, karcinogen që mund t'i shkaktojnë trupi, sot ta shpjegoj dhe për yndyrat e tjera. Vaj kokosit është shumë i mirë në mëngjes me kafen. Vajrat e tjera vegetale oksidohen. Duke oksiduar e dëmtojnë qelizën. E dëmtojnë edhe ato krijojnë edhe më vonë edhe dëmtimin e qelizës, edhe kancer mund të shkaktojnë. Kështu të gjitha vajrat që janë vegetale, këto vajra fillojnë bëjnë rancit quhen. Do të thënë nuk e kanë funksionin. So këto duhet kategorikisht të evitohen. Kategorikisht. Deri në 7 vjet më the dëmtojnë qelizën? Deri në 7 vjet dëmtojnë qeliza. Dhe po të shikoni studimet, është më e dëmshme të hahen këto vajra vegetale në krahasim me
me cigaren. Këto janë më të dëmshme se cigarja. Falenderoj shumë që ishe sot në mamë. Shumë faleminderit për ftesën. Të gjithë mesazhet e duhura dhe këshillat e duhura dhe për një jetë shëndetshme pa diskutim.